Dashi. Sot, nëse I merrni në konsiderat këshillat e të tjerëve, do të dilni si fitues, duke u treguar aq realist sa të jetë e mundur. Në marrëdhënie, do të bëni përpjekje të mëdha për të përmirësuar jetën në çift me disa sakrifica të vogla, duke siguruar një bashkëpunim të fortë, ndërsa për ju beqarët nuk do të ndodhë asgjë dramatike, kështu që do të duhet të prisni pak. Në punë do të realizoni të gjitha objektivat që keni vendosur dhe do të ndiheni të plotësuar, ndërsa suksesi do t'ju jap motivim të ri për përpjekje të ardhshme. Megjithatë, Saturni do të sjellë vështirësi në planin financiar, pasi gjendja nuk do të jetë as pak e qëndrueshme dhe do të hasni vështirësi në kryerjen e shpenzimeve më të domosdoshme. Demi. Edhe pse sot do të shfaqeni her pas here më të hapur se sa duhet, dita në përgjithësi nuk pritet të ketë probleme të mëdha, duke e bërë ambientin emocional shumë të ngrohtë për ata në një marrëdhënie, ku do të ndiheni më të dashuruar se kur më parë. Ju beqarët do të keni vetëm mundësi për aventura të përkohshme, por jo më shumë se kaq, ndërsa në ambientin e punës do t'ju jepet një detyrë e re që fillimisht do të duket sfiduese, por gradualisht gjithçka do të kalojë në normalitet. Duke dëshmuar aftësinë tuaj për të arritur çdo qëllim, financat do të mbeten në nivele të pranueshme, duke ju mundësuar të kryeni disa shpenzime shtesë. Binjakët. Fal ndikimit të Jupiterit, sot jeta juaj do të duket më e bukur dhe mendimet do të jenë më pozitive se kurrë. Nëse jeni në një marrëdhënie, përpiquni të lini të kaluarën pas jush dhe të përqendroheni tek e ardhmja. Ndërsa ju beqarët do të ndiheni ende pa gatishmëri për njohje të reja, duke humbur kështu mundësi të çmuara. Në punë do të jeni shumë kurioztar dhe të hapur për sfida të reja dhe pritet që zhvillimet pozitive të sjellin lumturi të pafundësishme. Me shpenzimet, bëni sa më shumë kujdes që të mos shpërndaheni pa plan, pasi nëse I shpenzoni të gjitha parat tani, nesër mund të mbeteni pa ditur çfarë të bëni më vonë. Gaforja. Çfarëdo vështirësie që keni përjetuar deri më tani, sot do t'i kapërceni sa herë që mbyllni syt, duke u bërë më larg pamës. Nëse jeni të dashuruar, do të ndihet sikur po jetoni në ëndra, ndërsa mënyra se si do t'ju trajtohet partneri do t'ju mahnit, pa pasur asnjë arsye për ankth. Ju beqarët, mos ndërmerrni rreziqe të mëdha për të ndryshuar statusin, sepse ato nuk do të vlejnë. Në ambientin e punës do të bëni çdo përpjekje për të realizuar ëndrat tuaja dhe, pas shumë përpjekjeve, do të fitoni pozicionin që keni dashur. Ndërsa në planin financiar çdo lëvizje duhet të bëhet me kujdes të madh për të shmangur pasojat të padëshiruara. Luani. Sot, edhe pse do të duhet t'i jepni kuraj vetes, do të hasni në situata të vështira që nuk do të ecin ashtu si I kishit menduar. Në marrëdhënie do të përjetoni momente të mërzitshme dhe të lodhshme, pasi rutina do t'ju mbushet gjithmonë dhe do të ndiheni sikur mezi do të merrni frym. Ju beqarët do të argëtoheni me miq dhe të njohur, pa menduar të kërkoni princin e kaltër, ndërsa në ambientin e punës, megjithse do të merrni premtime, duhet të mos I besoni ato verbërisht, sepse disa prej tyre do t'ju provojnë për të parë se si reagoni. Financat do të kërkojnë më shumë kujdes, por me pak përpjekje, gjendja do të fillojë të përmirësohet. Virgjëresha. Sot, bashkëpunimi midis Hënës dhe Venusit do të mungojë, duke ju bërë të përgatitur për sfida të papritura në jetën tuaj. Do të hezitoni të ndërmerrni hapa të rëndësishëm dhe mund të ndiheni të mbërthyer në vetvete. Nëse jeni në një marrëdhënie, duhet të kujdeseni me shumë vëmendje për kërkesat që bëni dhe për fjalët që thoni, pasi partneri juaj mund të mos jetë në humorin e duhur. Çastet romantike do të mungojnë pothuajse plotësisht sot, duke e bërë të pamundur krijimin e një afërsie të ngrohtë. Për ju beqarët do të ndiheni të shqetësuar dhe nuk do të filloni një marrëdhënie serioze. Në punë nuk do të konsideroheni më të mirët, por do të kaloni sfidat me disa kolegë që janë ziliqar. Për mirëqenien e financave, është thelbësore të tregoheni më të kujdesshëm dhe të menaxhoni çdo shpenzim me vëmendje të veçantë. Peshorja. Urani dhe Hëna do të sjellin ngjarje të papritura që do t'ju ndihmojnë të merrni drejtimin e duhur. Nëse jeni në një marrëdhënie, do t'ju duket se partneri nuk ju sheh më me dashuri, duke ju bërë të ndiheni të mërzitur. Ndaj para se të merrni përfundime, flisni hapur me të. Ju beqarët do të ndiheni më të matur dhe nuk do të hidhni menjëherë hapa në krahët e dikujt që ju afrohet, gjë që do t'ju ndihmojë të merrni vendime më të mençura. Në ambientin e punës, bashkëpunimi me kolegët do të ju ndihmojë të kapërceni çdo sfidë, ndërsa në planin financiar, vigjilenca që do tregoni do të çojë në përmirësime të dukshme të gjendjes suaj. Akrepi. Sot duhet të bëni pak pushim dhe të distancoheni për të reflektuar për hapat që duhet të ndërmerrni, duke mos u përqendruar vetëm në të qeshurit pa ndjesi. Nëse jeni në një marrëdhënie, flisni hapur me partnerin dhe zgjidhni mosmarrëveshjet për të shmangur gabimet e së ardhmes.
Ju beqarët, thjesht hapni zemrën dhe pranoni të njiheni me sa më shumë persona për ta bërë këtë një arritje të madhe. Në punë do të luftoni fort për të mbrojtur idetë dhe interesat tuaja, ndërsa me shpenzimet mos u përpiqni të veproni impulsivisht, pasi kjo mund të sjellë pasoja të mëdha, duke e mbajtur gjendjen financiare nën kontroll. Shigjetari, sot do të ndjeheni shumë të zgjuar dhe të përgatitur, duke menaxhuar me kujdes çdo aktivitet që keni planifikuar. Në një marrëdhënie do të përjetoni ndryshime pozitive që do t'ju sjellin harmoni dhe do të shmangni çdo formë gënjeshtrimi që mund të prish lidhjen tuaj. Ju beqarët, është më mirë të kaloni pak kohë vetëm për reflektim, duke ju dhënë mundësinë të analizoni me thellësi çështjet personale, ndërsa në ambientin e punës, çdo sfidë do të zgjidhet me argumente të forta që do të bindin edhe ata më skeptik. Në planin financiar, gjendja do të përmirësohet, duke ju mundësuar edhe ndihmën për familjarët. Britsjapi, sot ka mundësi të ndikoheni nga disa persona që ju shtyjnë në rrugë të gabuar, kështu që sa më shpejt të distancoheni prej tyre, aq më mirë do të jetë. Nëse jeni në një marrëdhënie, përkushtohuni më shumë partnerit, sepse një problem profesional apo fizik mund të kërkojë praninë tuaj, ndërsa ju beqarët, mendoni me kujdes para se të bëni zgjedhje, përndryshe do të bëni gabime të rënda. Në ambientin e punës nuk do të hasni sfida të mëdha, por nuk do të arrini sukses të madh se sa keni shpresuar, dhe në planin financiar, mos ndiqni këshillat e miqve, pasi kjo mund t'ju lërë pa para, mos jepni asnjë hua. Ujori, sot dita do të jetë shumë e gjallë dhe do të dëshironi ta jetoni jetën sa më me pasion, edhe pse her pas here mund të ndiheni disi të lodhur. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni momente festuese dhe do të provoni gjëra të reja, por partneri nuk do të jetë gjithmonë afër, gjë që mund t'ju bëjë të ndiheni pak të mërzitur. Ju beqarët do të nxiteni nga ndikimi i Venusi dhe do të jeni të gatshëm të jeni aktiv socialisht, pavarësisht nga vendi ose koha. Në ambientin e punës do të jeni shumë energjik dhe do të merrni pjesë në shumë aktivitete njëherësh, ndërsa me financat do të dini të veproni, do të bëni ekonomi dhe do të mendoni më shumë për të ardhmen. Peshqit, sot do të bëni përpjekje për të larguar nga zakonet e këqija që ju kanë sjellë probleme të mëdha, duke arritur qëllimet tuaja me përkushtim. Nëse jeni në një marrëdhënie dhe partneri nuk është pranë apo nuk ju kujdeset, do të vendosni pikat mbi i dhe do të gjeni zgjidhjen më të mirë, duke treguar qetësi të jashtëzakonshme. Ju beqarët do të jeni më të disponueshëm për të dalë nëpër takime dhe mundësitë që do të realizohen do të ngrohin zemrën tuaj. Në ambientin e punës, pas shumë përpjekjesh, planet që keni bërë do të konkretizohen dhe do të ndiheni krenar për veten, ndërsa shpenzimet do të kryhen me kujdes në mënyrë që financat të mbeten të mira.